Gjykata e Sarandës ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë e arrest me burg në mungesë për pronarin dhe menaxherin e klubit të natës Orange pas incidentit të ndodhur në 16 gusht në ambientet e lokalit. Për Spiro Iliazin dhe Ermal Vaton, gjykata ka vendosur masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur të dy akuzohen për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ngjarja në fjalë ndodhi në 16 gusht, kur në ambientet e klubit të natës shpërtheu një konflikt fizik mes disa personave. Sipas prokurorisë, gjatë përplasjes ka ndërhyrë edhe shefi i hetimit të krimeve në Sarandë, Mateo Pakalli, i cili tentoi të qetësonte situatën, por ndërhyrja efektive është pasuar nga një sulm fizik ndaj tij. Pakalli është dhunuar dhe ka psuar dëmtime në trup dhe në fytyrë. Në kuadër të hetimeve për ngjarjen, gjykata e Sarandës kishte caktuar më herët masën e sigurisë arrest në burg për 6 persona të tjerë. Mes tyre janë administratori i lokalit, disa bodyguard dhe një komando, të cilët dyshohen se kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në përplasjen fizike. Ndërkohë, hetimet për incidentet vijojnë për të dokumentuar të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë.